Në këtë vend të qetë, ku natyra dhe kujtimet të ndërthuren si një poezi e pashkruar, ndalemi për të kujtuar një nga figurat më të ndritura të letërsisë dhe kulturës shqiptare, Ndre Mjedën, një emër që nuk është thjesht pjesë e historisë, por një zë që vazhdon të kumboj edhe sot. Përmes vargjeve të tij të pastra, mendimit të tij të thellë dhe dashurisë së pakufishme për gjuhën dhe kombin. Ndre Mjeda lindi me 20 nëntor të vitit 1866 në Shkodër, një qytet që ka qenë gjithmonë vatër e rëndësishme e kulturës dhe dijes shqiptare. Që në moshë të re, a i tregoi një prirje të veçantë për studime dhe për gjuhën, duke u bërë pjesë e urdhrit jezuit dhe duke ndjekur studimet në disa prej qendrave më të njohura të Evropës, si në Spanjë, Itali e Poloni. Kjo përvojë e pasur ndërkombëtare ndikoi thellë në formimin e tij intelektual dhe artistik, duke i dhënë një dimension më të gjerë mendimit të tij. Por, pavarësisht largësisë fizike nga dheu, zemra e Mjedës mbeti gjithmonë e lidhur ngushtë me Shqipërinë. Ai punoi me përkushtim për gjuhën shqipe, duke qenë një ndër përkrahasit më të mëdhenj të pasurimit dhe standardizimit të saj. Në një kohë kur gjuha shqipe përballej me sfida të mëdha, Mjeda u bë një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtje të saj. Vepra e tij letrare është një pasuri e çmuar për kulturën shqiptare. Ndër krimet më të njohura të tij përmendim poemën Ëndra e jetës, një nga kulmet e poezisë shqiptare, ku përmes një gjuhe të pasur dhe një ndjenje të thellë lirike, ai trajton temat e jetës, shpresës dhe sakrificës. Kjo vepër mbetet një reflektim i fuqishëm mbi rrugtimin e njerëzit dhe idealet që e udhëheqin atë. Sigurisht, Mjeda është prej autorëve tonë klasik, ndryshe prej bashkëkohësve të tij në përgjithësi i njohur dhe ka qenë prezent në të themi në lexuesin shqiptar, në audicionin e leximit shqiptar. Përgjatë viteve ka qenë në shkolla, studiuar në shkollat shqipe, jo vetëm në kufit në Shqipërinë londineze, por edhe përtej kufive tek shqiptarët. Mjeda megjithatë përgjatë gjithë kohës së shkuar, ai megjithatë ka qenë prezent. Mirë po, motivi ose shtynsa që ne ta ribotonim Mjedën në endin tonë botues ka pas dy motive. E para sepse ishte kriju një suspans, po thëmë një ndërprerje kohore, një pezullim kohor, prej kohës kur ishte botuar sfuni vepra e tij e plot. Në vitin 88, 1988, është botimi i fundit, i plot, siç konsiderohet, i përgatitur nga studiuesi pasionant Rino Shidrizi. Më përpara, në vitin 1982, që përgatit një botim i tillë i plot në Kosovë, nga rilinja e famshme asaj kohe, përgatitur nga akademik Sabri Hamiti. Dhe nga viti 88, pra e kënej, ne nuk kemi një botim të plot, megjithëse, siç ju thash, Mjeda ka qenë prezent në leximin në Shqipëri, në gjuhën shqipe, në letërsinë shqipe, sikundërse edhe në shkollat shqipe. Por ne kemi konsideruar një nevojë, pra ne kemi konceptuar, kuptuar edhe njerë si një nevojë që duhet të jetë edhe një botim i plot. Ky është motivi i parë. E dyti, duke u kthyer botimeve të mëparshme të plota, të cilat siç thash datojnë megjithatë në vitet e para demokracisë, po i themi, pra në vitet kur Shqipëria ishte në sulmimin diktatorial, sigurisht që megjithse që prezent Mjeda ka pas edhe atë dozën e censurës tij. Pra ka pas gjëra të tjera të pabutura të cilat ne kemi konstatuar dhe për të dy këto motive ne kemi zgjedhur si ta ribotojmë veprën e plot Mjedës.
Sa ka qenë e vështirë ribotimi i veprave të tij? Pra cilat kanë qenë sfidat që ju keni hasur për të ribotuar veprat e mjedës? Po, çdo punë ka vështirësitë e veta. Sigurisht tu ka pas për neve, domethënë ka pas kollajllekun, po i them unë, sepse siç thash ishin eksperienca të tilla, 2 botime mjaft dinjitare për kohën, siç unë i përmenda, edhe kjo është pjesa e lehtësisë, po them. Nëse ajo që përbën pjesën e vështirë, themi, të sipërmarrjes tonë ka qenë, do që na ka hangër, po them unë, kohën e vet, ka qenë sigurisht ajo që lidheshe me synimin tonë për të paraqit tek lexuesi këtë vepër të plot, sa më plot të jetë e mundur, që do të thotë pa asnjë mungesë tashmë, dhe kjo nuk ishte thjesht për t'i gjetur të gjitha ato gjërat që ishin strehuar në strukur, të themi, në ato cepat e censurës. Kjo është një anë. Tjetra pastaj edhe tundimi ose ideja që t'jemi sa më në përputhje me synimin tonë që të paraqisim veprën e plotë të mjedës, e cila mungonte tashmë prej 30 vjeç, 35 vjeç, 3 dekada gjysmë, dhe në ndërkohë të kishim edhe një risin paraqitjen e saj, për ta intonuar në kohë, po themi. Edhe këtu ka një moment interesant. Mas shumë shoshitjes dhe ideve, ram pastaj tek mendimi që risia të cilën ne përzjodhëm për ta sjell veprën e mjedës në letërsinë shqipe sot, në botimet shqiptare sot, ishte pikërisht ajo vjetërsia e saj. Çka duhet të them me këtë, se duket pak si lojë fjalësh. Ne përcaktuam pra që në kohë të herës që në ndërkohë të sillshim lexuesit shqiptar mjedën sa më autentik. Gjë që kishte munguar, sepse në të 2 botimet pararendse, nëse thash dozat e censurës janë të vogla, megjithatë ka pas ndërhyrje të vogla në trajta të ndryshme leksikore etj, të cilat kështu i kanë pa edicionet e kohës. Brenda asaj situate. Ne kemi zgjedhur që ta sjellim autentik, ta sjellim në original, po them unë, pa as më të voglen sit. Kjo ka pasaj vështirësitë e veta, sepse e para është dashur të rikthehemi kudo që ishin veprat e mjedës, dhe sidomos synimi ose fokusi ka qenë tek botimet e para vitit 44, normalisht. Duke filluar që nga Juvenilja e 1917, e pastaj duke ardhur deri tek botimet e fundit në gjalljet të mjedës, por edhe deri në vitin 44, kur ende nuk ishte filluar censura. Kjo ka qenë pra një pjesë e vështirësisë. Po kështu të sillnim, siç synuam dhe sollëm në gjendjen burimore, autentike, gjithçka nga mjeda, po kështu u desh të kërkonim dhe të risillnim, me këtë synim të risillnim edhe ato mungesat. Ç'a ishin mungesat? Mungesat ishin disa strofa të hequra, gangull, po i them unë, të plota, të hequra nga vepra e mjedës, për motive që sot duken banale, por që sigurisht diktatura e kishte taksative këte. Ka për shembull strofa tilla, dhe numërohen gjithsej diku rreth 11 strofa, rreth 40 e sa vargje nga mjeda, të cilat thjesht censura i ka skartu, i ka redaktu, i ka kput, nuk i ka sjell në botimet, nuk ka leju të sjelleshin në botime, për shkak sepse në to përmendej fjala Zoti, përmendej fjala hyj, përmendej, pra për terminologji, po them unë, fetare, kur diheshe se në Shqipërinë e asaj kohe ishte blasfemi e ndaluar të fliteshe për këtë gjëra. Dhe të gjitha këto pra kanë kërkuar një kujdes të veçantë. Sikurse nëse nuk u zgjata, e gjitha kjo pastaj na ka sjell, duke sjell për lëndën e burimore, e cila daton ose rrok rreth një shekulli, nga botimi, më shumë se një shekull, nga botimi i parë i veprës
plot me durët e tij në 1917 në Juveniles, të cilën ne në bashkëpunim me Dominik Uggjinin kemi sjell 3-4 vite më përpara botimin anastatik, pra original, nga ajo kohë kanë kaluar 100 e sa vite dhe sigurisht që koha bën punën e saj. Mjeda ka qenë ai që ka qenë ka qilmuar si poet i pakundshëq, por megjithatë nevoja për të pas edhe një lloj aparati filologjik, po them, edhe shpjegime të disa fjalëve të vështira për sot, edhe kjo ka qenë pastaj një punë tjetër e cila ka kërkuar kompetencë profesionale, gjuhësore etj. Mirë, atëherë, përveç veprave të cilat kanë shkuar në ribotim, ka patur edhe materiale shtesë apo dorëshkrime të cilat janë përfshirë në ribotim nga Mjeda? Po, të përmbledhur në veprën e Mjedës, ne kemi arsyetuar dhe kemi bërë kështu, kemi sjell edhe një pjesë të korrespondencës së tij me albanologun, gjuhëtarin e famshëm dhe mikun e ngushtë tij Gustav Mahler. Janë 12 letra të shkruar në italisht ishin, sigurisht të cilat kanë edhe përgjigjet nga filologu Mahler, mirë po ne kemi arsyetuar që për shkak të autenticitetit, të stilit e tjerë për elementë të tillë, të botojmë pra edhe këto si pjesë po themi e krijimtarisë në një farë mënyre 12 letra të Gustav Mahler, të cilat nuk qenë botuar më përpara, po, qenë botuar dikun në një revistë arsimi popullor, të përkthyer nga italishtja shumë herët, në vitet 60 e sa, nuk e kujtoj 68, 69, të përkthyera dhe të sjella me shumë fines nga shkencëtari Jup Kastrati, profesor Jup Kastrati i Shkodrës, dhe prej asaj kohë nuk I kemi pas ma këto letra, ne e pam të arsyeshme të risjellim sepse janë post tjerave pra edhe një vlerë krijuese, po themi, mënyra stili se si ato shkruhen janë në plot përputhje me stilin e krijimtarisë, me finesën që vetë Mjeda ka në veprën e tij letrare. Atëherë, ju vetë personalisht si publicist, gjithashtu edhe si botues, si do ta vlerësoni të gjuhën e Mjedës në këndvështrimin bashkëkohor sot? E pakundshëqe. Nëse shkurt në një fjalë. Dëgjoj, fakti që Mjedën sot, por gjithherë, pa kur farë të vështirësie të së tunimit, e kanë jo vetëm lexuar, po edhe kanë shijuar në çdo cep të shqiptarisë, kjo unë mendoj se përpos faktit që po, ishte prezent letërsia Mjedës tek lexuesi shqiptar, po kaq e rëndësishme është sepse gjuha Mjedës aq e lëmuar, aq mjeshtërore, poetike, aq e mirë, aq e pasur, sigurisht që ka qenë e lehtë për të ruajtur. Sigurisht, thash, është edhe kjo që do duhet pohuar, do duhet ripërsërit që ne qemë me fat si shqiptar dhe si lexues të letërsisë shqipe që Mjedën e kishim, sepse ne kemi një kolos tjetër të letrave shqipe, Gjergj Fishtën, me cilin unë kam eksperiencën e botimit të veprës ploti të gjithë shkaje çfarë ai ka shkruar. Dhe në ishi sot, edhe sot e kësaj ditet, po vite për para, po kështu, gjatë ti procesit 30 vjeçar me punë me cilin në merrem, kam nesh konsiderata tilla që, po jo, Fishta nuk kuptohet, jo po është I vështirë, etj. Sigurisht, kjo ka edhe atë pjesën deklamative, ndikimin ideologjik etj, sepse Fishta që ka që janë të muar sa dihet, nuk kam dëshirë që t'i kthehem shumë kësaj teme, sepse gjithmonë një dhimbje, por për te kësaj pra është edhe faktori tjetër që Mjedën e kishim. Dhe në qoftë se për Fishtën dëgjojmë konsiderata tilla dhe sot dhe përpiqemi të argumentojmë edhe për Fishtën, për veprën e tij të plot, ne kemi përgatitur një fjalor të veprës së tij, I cili është prej 2-3 vitesh në tregun e leximit, po themi, megjithatë
një pengesë të tillë ose një opinion të tillë nuk e dëgjojmë asnjëherë për mjedën, as nga nxënësit. Fakti që pra mjeda thashë është në këtë pozitë, kështu që ndoshta kjo ka qenë edhe shtysa nevoja që ne ta kishim edhe për këtë shkak, ta kishim një botim të plot përsëri sepse e kemi njerë mungesën e tij. Çfarë bënte mjedën të veçantë nga autorët e tjerë të asaj kohe? Pra, cilën pikë do të vlerësonit ju të mjedës? Po, unë besoj se studimet letrare në kohë të ndryshme, gjithë këto vite, e kanë përcaktuar devizën në kuptimin e veçërisë mjedës. Mjeda është poeti lirik i papërsëritshëm i letërsisë shqipe. Jo vetëm të traditës, po fakti që edhe sot shijohet, nuk po them s'kesh lexohet, po theksoj fjalën shijohet, do të thotë që mjeshtria poetike e mjedës është jashtëzakonshme. Pastaj, janë shumë faktorë. Është talenti i mjedës ai që sjell këtë mjeshtri poetike, këtë pathos poetik të papërsëritshëm. Por duhet të theksojmë, dhe unë theksoj shpesh, mjeda në letërsinë shqipe është shkrimtari më i kultivuar në kuptimin e shkollimit, edhe të kulturës të tij. Duhet të kujtojmë dhe përmendim faktin që mjeda ik në Europë në moshën 13 vjeçare, në Europë në kuptimin e shkollimit, shkon si nxënës në moshën 13 vjeçare dhe kthehet nga Europa në Shqipëri, pastaj pas 16 vjetësh, 1878, dhe kthehet pra mas 16 vitesh në Shqipëri. Të gjithë këto vite ai ka vite shkollimit në kolegjet dhe universitetet më të mira të Evropës, duke filluar në Kroaci, Poloni, Itali, edhe plot vende të tjera të Evropës. Pastaj ka veçori të tilla që mjeda duke arrit te ky kualitet dietari, po themi, mjedën e gjejmë mësues në për disa prej këtyre kolegjeve të Evropës, në Itali, në Cremona për shembull, e gjejmë edhe mësues të muzikës për 3 vite. Nuk kemi ndonjë autor tjetër të letrave shqipe që është i pajisur me këtë standard kulturor sa mjeda. Plus, si thash, fal talentit të jashtëzakonshëm, ai ka lënë këtë ekstra të vepre që është e papërsëritshme. A mendoni se ai është vlerësuar aq sa duhet në letërsinë shqipe? Për fat them se po. Ka një kështu, shpesh unë jam ndeshë edhe me nevojën për t'ju përgjigjur një pyetje se si ndodhi që mjedën e kishim, kur përgjithsisht të gjithë shkrimtarët e veriut, përgjithsisht shkrimtarët katolik, po themon të veriut, të cilët ishin edhe thalbi i letërsisë shqipe të kohës, përgjatë shekullit, fund shekullit 19, fillim shekullit 20, fakti që në mjedën e kishim që duket një artific që na krijoi këtë mundësi, edhe artifici është ky. Dihet ajo historia, fakti që ne sot jemi në Kukel dhe këtu mjeda ka lënë vetë këtë kompleks sot një unit muzeal jashtëzakonshëm fal kontributit të një meshtari tjetër, Dominik Stone, këtu Dominik Ugjinit, mjeda shkollimet e tia i nisi dhe i përfundoi në udhëheqësinë e urdhrit jezuit. Dhe u kthye në Shkodër tek urdhri jezuit. Mirë po, për rrethanat që ai nuk i deklaron ndonjëherë, ai vetë me dashin e tij, po edhe me dashin e prorëve, ik nga seminari, nga urdhri jezuit, çka nuk ishte krejt e zakonshme, dhe preferon të vijë famullitar katunësh, në Dajç Zadrims aty, në Kukel këtu pastaj për disa vite. Si duket qenja ose nevoja e lirisë poetit me urdhrin në një farë mënyrë strikt dhe të fortë të jezuitëve, qenë dy gjëra që e anuan këtë nga ana tjetër. Ky fakt u interpretua pastaj si një lloj
blasfemiet, vetë Enver Hoxha dikur, e thot diku në ato veprat e veta, thot kliriku popullor në Mjeda, dhe kaq duheshe për ta shpëtuar. Thoshte Enver Hoxha këtë që fjalën klerik e kishte të barazlefshme me fjalën armik. Dhe kjo ndoshta ishte artifica e parë që e shpëtoi. Sigurisht ka një enigmë, po themi, se si ndodhi që ai erdhi këtu, ndërkohë që arqipeshvi Shkodrës ishte vllai i tij Lazar Mjeda. Pra, ja unë besoj se ka qenë gjithmonë kjo zgjedhja e tij që poeti apo jezuiti më mirë prifti famullitar i katunëve e poeti. Kështu që kjo ndoshta që e fati që ne kemi sot Mjedën të pa menjanuar, të pa abandonuar, ashtu si ndodhi me Fishtën e Madh, si ndodhi me plot shkrimtar të tjerë, me Kuliçin, me etj. Ndërsa në ditët e sotme, sa ka interes lexuesit për Ndre Mjedën? Sa e lexojnë ata veprat e tyre, e tij? Unë po t'i përgjigjem me një statistikë të vogël, nëse nuk preferoj kështu gjuhën e statistikave. Tani bëhen 2 vjet, jo, në nëntorin e që vjen, domethënë në këtë vit në nëntor bëjmë 2 vjet kur ne jemi paraqit me botimin e plot. Po përmendni nëntorin sepse u bën një traditë tashmë që në Tiranë zhvillohet një panajiri kombëtar i librit prej 27 vjetësh, i cili është, si më thënë, aplikacioni ose shfaqja më interesante për librin në vendet, jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet tona përreth ku ka shqiptar. Dhe ne, sigurisht me një kalkulim, si më thënë kështu, u përpoqim që ta kishim pikërisht në panerinë e atij vitit para 2 vjeç, 24-s. Unë di më thënë që kishim kopjet e para, 50-60 kopjet e para, se kështu erdhi puna, nuk kishim, ato marruan në 2 ditët e para. Sigurisht, edhe fakti që lexuesi po nesheshe edhe një herë pas 3 dekadash e gjysmë me veprën e plotë të Mjedës, ishte kjo spunto, ky moment. Por ritmikisht në vend re, edhe kjo më gëzon, padyshim më gëzon shumë, që gjithnjë vepra e Mjedës kërkohet. Kjo sigurisht do marrë relative, pra aq nuk është se ka lexues divulgativ pa kufi që sepse në kushtet e sotme të leximit është temë tjetër kjo, gjërat janë kanalizuar, profilizuar ndryshe, por megjithatë, në letërsinë klasike, në autor klasik, Mjeda megjithatë është në ato që besoj se kërkohet ndoshta edhe më shumë se sa plot të tjerë. Çfarë roli kanë shtëpitë botuese në rikthimin e figurave klasike në vëmendje? Unë këtu njihem në zor se kam frikë se shkel kufit e modestisë, por unë besoj se është jo vetëm zgjedhje, jo vetëm detyrë, po do t'ishte mision i ne njerëzve të editorisë shqiptare që ti kishim gjithmonë në permanencë, ti kishim gjithmonë në të sotmen autor tanë më të mirë të klasik. Si që bën çdo kohë me çdo vend. Unë kam neshë dhe kam përmend shpesh, në 2 vite përpara, kam rasti që kam blerë në Itali komedinë hynore, një botim xhepit, imagjinoni që komedia hynore, një format sa gjysma e kësaj, mendo 100 këngë të komedisë hynore, me gjithë ato shpjegim të fusnotat që zënë vend më shumë, sepse mendo ka 600 vjet e botuar, dhe nuk e di se cili edicion mund t'ishte, pra edhe botime tilla kishte, botime xhepit me letër biblike të hollë kështu, edhe botime tilla bëhen nëpër Europë. Edhe nëse një person don ta ketë me veten një udhtim, po themi me lexu 2 këngë komedisë hynore, ka edhe një version tillë botimit. Atëherë, eksperiencat tilla ne na tregojnë, dhe më besoj se janë udhërfyese për ne që traditat, trashëgimia kulturore jona, trashëgimia letrare jona meriton jashtëzakonisht shumë më tepër vëmendje, sepse në fundit është etniciteti jonë, jemi ne. Është trashëgimia kulturore e një vendi, është çfarë është ai popull, cili është ai popull. Dhe në këto më prekshme se sa trashëgimia letrare, nuk besoj se ka tjetër.
Atëherë për Mjedën sigurisht kanë shkruar dhe publicistë të tjerë, autor, megjithatë ne do të ndalemi tek Koliçi. Si e ka vlerësuar ai Ndre Mjedën? Më gëzove shumë me këtë pyetje, tek përmbledhja jonë, pra tek ky botimi jonë, në ato risit, po themun, se gjitha risia ishte vjetërsia, por në risit pra ne kemi sjell këto dy gjëra. Sparit në vend të asajt parathanjes, po e themun, ne kemi zgjedh një shkrim të shkurt të Koliçit, të cilin aja boton fiks ditë në ditë 30 vjet pas vdekjes Mjedës në revistën Cirka të Cuksimonit në Shkodër. Është një përshkrim jo vetëm emocional, por është një përshkrim i tillë, një vlerësim i tillë që të na bën me ditë se çfarë raportesh kanë pas të njerëz të mëdhej të kombit ton njëri për tjetrin. Aja përshkruan Mjedën, që nuk është rasti që ta lexojmë këtu, ne kemi vendosur tash në parathani me këtë synim, aja përshkruan me të gjithë atë kontrastin e jashtëzakonshëm, nëse takosh thot një mjet, thot të veshur me atë kapotën, thot ashtu që nuk e hiq të kur, thot, edhe mber gati me musteqet e zverdhuna, thot, prej burnutit, prej duhanit e tjerë, që kur e takoshe në Shkodër, thot, të dukte as pak ma shumë se sa një prisht i random të katullnit, nërsa kur hinë mrendh se kush është Mjeda dhe fillon e bën radhën e numeracionin e vlerave të jashtëzakonshme të Mjedës. Por unë po ju citoj pra diçka tjetër. Kjo saç është e vitit 30 ditë mos i vdes në vitin 36 vdes Mjeda në gusht. Kjo është fill 30 ditë më mbrapa, sa vjen radha revistë me u botu. Ndërsa pas botimit të Juveniljes, botimit origjinal në 1917, fishta ka një pasazh atje që e boton të Ylli Dric me nota superlative vlerësuese për krijimtarinë e Mjedës. Nuk ka dhe një tjetër, thot letërsia shqipe, thot fishta. Dhe fishta është mashti formum, në kuptimin pra ka emrin e vet, është personaliteti par excellence i letrave shqipe në këtë kohë, dhe për Mjedën flet për Juveniljen, pra veprën e tij flet me veneracion. Përtej asajt, thashë edhe Mnajs, që ka qarkullu në këto opinione gjithmonë, po kanë pas konkurrencë, nuk e kanë shku mirë etj. Unë duke qenë kështu gjithmonë i marrën me këto autor, nga rasti me gërmu dhe detaje të këtij tipit dhe absolutisht s'ka qenë e vërtetë. Ta kanë qenë njerëz të atij formatit që siç ka qenë secili i mall në mallështinë e vet, po kështu në mallështinë e secilit bën pjesë edhe respekti jashtëzakonshëm për veprën e kolegut. Dhe për së fundmi, zoti Kulli, nëse do të rekomandonit një vepër të tij për të filluar, për atyre që ende nuk e kanë lexuar Mjedën, cila do të ishte vepra dhe pse? Tani, vepra e Mjedës, Mjeda me durët e veta, po themi, përgadit, ka dy korpuse shumë të vogla voluminisht, si vëllimore, po them. Ka Juvenilin e vet, që është kryevepra, e boton 1917. Mjeda ka lind 1866. Pra, i thonë 24 e 17, e boton në këtë mosh. Ka që egzigent ishte kë njeri. Tek Juvenile, pastaj mund të zgjedhësh cilën do, myll syt, vë një gishtin njënë dhe cilë do prej poezive, mjafton të nisësh ta lexosh dhe të shijon pak kufi. Unë ndalohem pastaj se nuk e tani po kujtohem për ta thënë që janë edhe dy poezi të tjera të cilat Mjeda nuk, domethënë, jo nuk ai butohet te Juvenile, që po them unë, poezia me titull Vllavrasi. Në fakt kjo është një përkthim e një autori italian, Casarosso. Mirë po, më tepër se sa përkthim, ai është një shqiprim. Duket sikur është komplet e shkruar prej vetë Mjedës. Dhe unë atë e veçoj në mënyrë të ashtu dhe jam i lumtur kur kam dëgjuar opinione të tilla edhe në kritikën letrare shqipe etj. Dhe në opinionin dashamirës të leximit që e veçojnë, po themi se edhe këtu, edhe në punë të tilla, me gjithë atë
poliglotin, si që ishte njosin e shumë gjuhëve, si që ishte Mjeda, ai në fundit në përkthimet e veta, lënë gjurmë tilla që, domethënë, ai nuk merret vesh se është shqiprim, është përkthim apo është autoriale e vetë Mjedës. Kështu që nuk di se mund të veçoj në gjëra të posaçme, cilën do, prej poezive lirika, apo prej poemave tia, Andra Jetës, për shembull. Lexohet me frymë, shijohet me shpirtin plot, sepse janë motive shqiptare, por të ngritura në një art elitar europian, për nga stilistika. Në këtë kuptim kisha më thënë që Mjeda kaq dy vëllime kanë dalë tek gjithë vepra e tij, në 3 e ka përmbledh dikur profesor Sabri Hamiti atje në kuptimin e strukturimit, por e njëjta lanash, pra nuk është lana poetike e Mjedës voluminoze, por kualiteti i tij poetik është i parritshëm. Sepse, për shembull, veprën e Fishtës, i cili është marrë me shumë zhanre tjera, kemi konceptuar në 10 vëllime, por ashtu është arsyetu edhe në vitet 40 për Institutit Studimeve Shqiptare, që t'ishte një opera omnia e konceptuar në kaq. Po du me thanë këtë që tjetër gjë stili e veprimtaria letrare, krijimtaria letrare një autori tjetër gjë një tjetrit, te Mjeda, edhe pse kemi pak volum, ka një kualitet e një esens të tillë që është i papërsëritshëm. Po ashtu, poezitë si Vaji i Bylbylit dhe Gjuha Shqype janë dëshmi e ndjenjës së tij të thellë për bukurinë e natyrës dhe rëndësinë e gjuhës anëtare. Në Vaji i Bylbylit, ai sjell një ndjeshmëri të rrallë poetike, duke përdorur simboliken për të shprehur mallin dhe dhimbjen, ndërsa në Gjuha Shqype ai e lartëson gjuhën si një nga elementet më të rëndësishme të identitetit kombëtar. Endre Mjeda nuk ishte vetëm poet, por edhe studiues, gjuhëtar dhe veprimtar i shquar. Ai kontriboi në Kongresin e Manastirit, një moment kyç për unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe, duke dhënë një ndihmesë të çmuar në këtë proces historik. Përmes punës së tij, ai ndihmoi që gjuha shqipe të marrë formën dhe dinjitetin që meriton. Në thelb të krijimtarisë së tij, qëndron një dashuri e thellë për Adeun dhe një besim i palëkundur në të ardhmen. Vargjet e Mjedës nuk janë thjesht fjalë, ato janë ndjenja, janë mesazhe, janë thirrje për vetëdije dhe për kushtim. Dhe sot, teksa qëndrojmë këtu, në vendin që lidhet me rrënjët e tij, duket sikur dëgjon një zë që vjen nga koha, por që flet për të tashmen dhe të ardhmen tonë. Unë posa jam eminu këtu si familjetari i Kuklit në vitin 2007, pastaj duke kuptuar se këtu qëndrojnë një ambient ku ka jetuar faktikisht poeti Endre Mjeda, duke i parë këtë ambient kaq të bukur, duke i parë dhe objektet të cilat ai ka ndërtuar me ardhin e tij në vitin 1906 në këtë famulli. Dhe pastaj kam kuptuar se duhet bëha diçka më tepër në krahasim me atë çfarë do bante një familjetar i rregullt me jetën mbarjetore me besimtarët. Dhe kështu që krijova idenë dhe pastaj dhe projektet konkrete se si duhet të restaurohen këto dy objekte të cilat janë, se themi, fryti i jetës tij intelektuale, të cilat ai me një përkushtim të madh i ka ndërtuar si kishën dhe si qelen. Dhe kështu që meqense ato ishin degraduar gjatë kohës komunizmit, atëherë mendova që duhet hapi i parë të bëhet që të restaurohen dhe të rindërtohet ky ambient i gjithë,
në mënyrë që tjetë një vend që do vinë shtektarë të ndryshëm, po themi shtektarë të jetës kulturore, intelektuale, akademike, që ta respektojnë këtë ambient dhe këto objekte të cilat i ka ndërtuar poeti Ndërmjeda. Dhe nëpërmjet këtyre kontakte që të tjerët do vinin, atjerë normalisht se do kanë ndjenja më të thella, do të kanë ndjenja më bindëse se si ka jetuar poeti, se si ka kaluar kohën, se si në këtë ambient ai ka krijuar gjuhën, letërsinë dhe se si marrë në fushet e tjera të jetës sociale, shoqërore të asaj periudhe, po themi nga vitet kur ai është emnuar këtu, në vitin 1906 dhe ka qëndruar deri në vitin 1930, domethënë për shumë vite. Kështu që kjo më shtyri pra nga ky ambient, nga historia e këtij vendi më shtyri që të punojnë në këtë drejtim. Atëherë, sipas studimeve tuaja, kush ishte Ndërmjeda? Na flisni pak rreth krijimtarisë së tij. Por duke kuptuar se jeta dhe vepra e tij është shumë e begatshme, është shumë e larmishme, është një jetë e mbushur me trazime mas pari shoqërore, politike të asaj periudhe, sepse në kohën kur poeti u largua nga Shqipëria, ishte faktikisht Shqipëria në parandojnë osmane. Dhe ai i takon të urdhit e jezuitëve dhe si i tillë ai kaloi në qendra të ndryshme të Evropës nga viti 1880 dhe qëndroi jashtë duke u edukuar, duke u frymëzuar nga shkrimtarët, poetët e ndryshëm evropian në atë periudhë dhe pastaj ai faktikisht u begatua me gjithë gjuhën, letërsinë e shumë vende evropiane. Dhe në këtë drejtim ai pastaj pas 20 viteve që i kaloi nga qendrat e ndryshme, po themi të Evropës, siç ishte në atë kohë, ishte Valencie, mandej Porto-Re, pastaj Torino, pastaj Cremona të Italisë, mandej studimet i kreu për shembull teologjike i ka kryer në Poloni, i ka kryer në Varshavë të Polonisë. Dhe kështu që ai person pra kishte mbledhur nektarin e ditorisë të shumë njerëzve, personaliteteve dhe kulturave europiane, duke qëndruar gjithkohën atje. Dhe për 20 vite me radhë, ai pra ishte një shkrimtar, poet, përkthyes, një njeri i cili gjithaj pasurinë, po themi, intelektuale posedonte, por i mungonte vendlindja. Dhe kështu që dhe poezitë e tij të para janë të shkruara faktikisht nga mergimi janë të shkruara. Dhe pas gjithë atyre viteve atëherë ai e vendosi të largohej nga urdhni i jezuitëve, derisa ishte në Dallmaci, pra në vendin që quhet Porto-Re ose Kraljevica siç e quhet më vonë, dhe ai për shkak të dashurisë ndaj kombit, ndaj gjuhës, ndaj vendit, vendosi të kthehej, sepse urdhni i jezuitëve normalisht se kishte kufizuar se duhej mbi përshtatë situatës tyre dhe dashnia ndaj dheut e bani që ai të kthehet këtu dhe u kthye në vitin 1899, pasi që ishte shuguruar si preft në atje në Poloni, dhe pastaj u emnua famullitar në Vig. Dhe si person i tillë, pra që njifte shumë çka në jetën kulturore dhe njifte realitetin shqiptar, mandej se është një person i madh, i veçantë dhe që ja vlente që kjo qendër të restaurohet, të ringritet dhe të promovohet sa më shumë, për arsye se ka nevojë pra brezat e ri që ta njohin atë kohën e rilindjes kombëtare, sepse edhe ky hyn tek ajo pjesë ku kombi shqiptar faktikisht të formsohej, ku letërsia, gjuha shqipe faktikisht fillon të mi bë hapat e parë në mënyrë më të organizuar në krahasim se ç'ishte në kohën e parandisë osmane, ku gjuha, shkollat ishin të ndaluara. Kështu që në këtë kanë vështrim, atëherë pash që ja vlen që të bëhet një punë e kësaj natyre apo diçka tjetër më tepër për poetin Ndërmjeda.
Cili është kontributi më i madh i tij në gjuhën dhe letërsinë shqipe? Ndërmjeta, gjuha dhe letërsia faktikisht janë po themi një sinonim i cili është lehtë të flitet, por kur ka të bëjë me gjuhën dhe letërsinë shqiptare, ndërmjeta ka qenë i vetëdijshëm se gjuha e jonë është e vjetër. Gjuha ka qenë një gjuhë që është faktikisht indo-evropiane dhe se si e tilla e duhet të levrohet. Si e tilla e ka nevojë të kornizohet. Dhe gjuha ka nevojë që ta ketë dhe alfabetin e veçantë, ta ketë alfabetin që e meriton ta ketë. Pra një alfabet që është i përbashkët, që është edhe sa ma unik të popullit shqiptar. Dhe kështu që në fushën po themi të gjuhës, poeti Ndërmjeta ka meritën e madhe sepse ai nga zelli për të treguar se shqiptaria në këtë periudhë kur ishte koha e trazirave ballkanike, kur përcaktoheshin kufit me forcë, ku konferencat ndërkombëtare gjithherë ishin nanën e atyre të tjerëve, jo tonën. Dhe këtë rast atëherë ai e pa të udhës se duhet edhe gjuha të saksohet, të jetë gjuha e cila do shpërndahet tek të tjerë dhe të vëhen themelit e saj si duhet. Dhe kështu që në këtë drejtim ai themeloi dhe shoqërinë e Agimi, ka themeluar në Shkodër dhe pastaj u kyç në po themi tek shoqënia tjetër që ishte në Shkodër gjithashtu, Bashkimi, që ishte themeluar prej Abat Prekdoqit dhe Ndërmjetës. Dhe Ndërmjetës a gjashtë por edhe Ndërmjeta ma vonë u kyç së bashku me Lazar Mjedër, me vllain e tij. Kështu që ajo kyç aty dhe faktikisht aty dha dhe kontribut mjaft të madh në këtë, edhe me qenë se ai me alfabetin e tij, siç dihet, ai kishte shkuar në Kongresin e Manastirit në 1908, por u tërhoq nga alfabeti i tij dhe për hir të unitetit të kombit, për hir të unitetit edhe të gjuhës, të alfabetit, sepse duhej përcaktuar alfabeti çfarë do jetë. A do jetë me alfabeti me shkronja për shembull greke, siç ishte ajo shoqënia e Stambollit, apo do jetë në gjuhën, apo do jetë garmat të gjuhës latine e tjera. Kështu që ky luajti një rol të rëndësishëm këtë drejtim pra poetin Ndërmjeta, sepse ai u kyç tek pjesa e shoqërisë Bashkimi dhe përkrahej atë gjashtë në këtë kongres të Manastirit dhe atëherë ka vazhduar që të jetë një kontribut sepse në gjuhën shqipe, sepse filloi të botoj vepra dhe në atë kohë ka botuar shumë vepra, sidomos për shkollat shqipe, që është këndimit për shkolla shqipe, për shkollat po themi fillestare dhe ma vonë edhe shkollat edhe të tjera. Kështu që vazhdimisht ai është marrë me gjuhën letërsinë, vazhdimisht bë dhe subjekt i rëndësishëm kuptimin edhe të historisë ose pjesës edhe përkthimore, sepse që nga koha kur ishte student ai është marrë edhe me përkthime të ndryshme, me hartime të teksteve të ndryshme që kishin përmbajtje edhe biblike, por kur shkruan në gjuhën shqipe, atëherë normalisht se aty pasurohej edhe gjuha shqipe kur shkruhen në këtë gjuhë. Kështu që në këtë drejtim pra ka mjaft rol të madh dhe është një person i pazavendësueshëm për gjuhën dhe për letërsinë shqipe. Ndërsa Dania, mund të na tregoni se si lidhet thirrja juaj si meshtar me pasionin për gjuhën dhe krijimtarinë e Ndërmjetës? Po krijimtaria e ime meshtarake ose të klejt në përgjithësi, se nuk do hynja tek ajo personale, normalisht Mjeta mjetet një person frymëzues në këtë drejtim. Për arsye se Klej, siç dihet, katolik në histori nifet edhe letërsi nifet që janë ata të cilët faktikisht kultivuan, e ruajtën, e përhapën gjuhën shqipe, i përhapën librat sa ishte mundur në kohën e Parandysës Osmane të gjuhës shqipe, nga koha e formulës Pagzimit deri tek Meshai Xhambuzukut,
Pastaj kemi veprat në gjuhën shqipe edhe të Budit, Bardhi që ka qenë i peshqvi Saps, mandej Bogdani, Pjetër Bogdani që ka qenë dhe krypeshq, ka qenë krypeshq edhe e ka administru dhe Tivaj një kohë, por i Shkodës, pastaj i Shkupit e tjerë. Pastaj kemi edhe klerikët e tjerë që janë arbresh, që kanë dhënë një kontribut në këtë drejtim. Dhe kështu që duke parë dhe këtë aspekt se kjo shtresë, po themi, e popullit, kjo shtresë intelektuale e ka luajtur një rëndësi të madhe, atë për këtë arsye dhe unë mund nxitem nga ajo që të bëj diçka më tepër. Dhe pikërisht si fryt i gjithë asaj, aty frymëzimi që e ke marrë nga poeti ndërmjeda, është dhe angazhimi im që këtu që në këtë qendër të restaurohet shtëpia poeti ndërmjeda, cilën e kemi shndruar në muze, dhe pastaj kisha e cila është ndërtuar në vitin 1913, dhe pastaj kemi ndërtuar dhe po themi dhe shtatorin e poetit Bjeda, e kemi përjetësuar po themi në bronz, në atë formë si shihet nga skulptori i njohur Sadik Spahia, kështu që bën një vend këtu frymëzimi edhe për të tjerët, jo vetëm për mua, që kam krijuar duke u frymëzuar nga jeta dhe vepra e poetit ndërmjeda, por edhe nga bë vend, po themi, shtegtimi për shumë shkollat cilat vijnë këtu për ta vizituar këtë ambient. Pastaj këtu që nga viti 2011 që kemi filluar restaurimet, kemi marrë takime dhe marrim takimet e poetit ndërmjeda vazhdimisht. Kemi da medalone për ata të cilët kanë punuar për poetin ndërmjeda, që kanë pas veprat më të mira ose shkrimet më të mira për poetin ndërmjeda, kemi marrë takime shkencore, ndërkombëtare, kemi marrë të tjera. Kështu që ky vend faktikisht e bën me mua disi është bën një vend i pashmangshëm ose i pashlyeshëm nga po themi nga shpirti dhe zemra e ime, ku me kënaqësi vi këtu, shërbej, dhe normalisht se mundohem që t'jem në dispozicion edhe të brezët të ri, të cilët kanë nevojë të madhe, sidomos sot këto figura të kësaj periudhe, t'i njohin sa më tepër dhe t'i përjetësojnë në jetën e tyre të përditshme. Pikërisht këtu doja dhe të ndaleshim, pra të flasim pak edhe për aktivitetet që organizohen duke filluar nga manifestimi Ditët e Mjedës, si edhe është ky një vend që tërheq shumë vizitor, jo vetëm nga kjo rrethin, por edhe me gjerë. Kjo qendër faktikisht është model, po themi, i veçantë, një model shembull për në Shqipëri, në Kosovë, po besoj edhe për këtë pjesa shqiptare Malzi, sepse i ka përmasat e një qendër, po themi, si që shohim nëpër Evropë. Domethënë është konceptuar si qendër e tillë, duke u konsultuar normalisht me shumë skulptor, me piktor të ndryshëm, arkitekt, që kanë ardhur këtu për të na dhënë mendimet e tyre. Dhe kështu që në këtë drejtim kjo është bërë, po themi, në mënyrë shumë të spikatun dhe bërë shumë në mënyrë edhe funksionale kjo qendër. Kështu që këtu kem pas takime ose kanë ardhur vizitorë të ndryshëm edhe diplomat. Pra kem pas rastin e diplomatëve francezë, pastaj austriak që kanë miqtan të kësaj qendre dhe që vazhdojnë të vinë këtu, pastaj britanisë madhe kanë qenë ambasadorët britanisë madhe, pra diplomat, politikan, kështu që të gjitha fushëve persona kanë ardhur për ta respektuar ndërmjetën, për arsye se është një poet i cili pa të cilin nuk mund letërsia shqiptare. Pra është një lirik pa të cilin deli gjymt letërsia shqiptare. Kështu që kanë ardhur vizitorë të tillë, dhe pastaj mu mbal qefi se këtu vinë brezët e ri, vinë shkollat. Shkollat kemi prej Tirane, ka shkolla sidomos Munje Majt, ka një masovike, vinë nga Tirana, mandej prej Kosove, ka vizitorë të ndryshëm që vinë, por edhe nxënës shkollash, cilët tu kalojnë 2 orë, kalojnë. Pastaj prej shkolla këtu rreth rrotull që i kemi nga Shkodra dhe rreth rrotull kjo si zonë e shkollat e Zadrimës. Kështu që është një vend ku gjallënohet, pra është e gjallë, është funksionale, është një qendër e cila
lën mbresat të mëdha në brezat e ri, sidomos në brezin shkollor, sepse shohim ambientin, kanë edhe muzeun, kanë ndërmjetën e tjera, kështu që dhe kalojnë një disa çaste të bukura dhe disa që vinë edhe familjarisht që vinë nga Shkodra ose nga Tirana, Lezhë dhe vende të ndryshme. Kështu që në këtë drejtim ne kemi bashkuar shqiptarët nga gjitha anët dhe këtu kemi ardhur, këtu bën dhe studime të ndryshme, kështu që po them e ka plotësuar, po themi atë domethënien e vet ose rëndësinë e vet është shfrytzuar rëndësia e kësaj deri në maksimum. Sa është rëndësishme ruajtja e vendeve ku ka shërbyer Mjeda? Vendet të rëndësishme ku ka shërbyer Mjeda faktikisht ka shërbyer në disa vende, por jo aq shumë, nuk ka lëviz, sepse ai ka qenë në Mirdit të Puk, pjesën e Mirdis, pra ose edhe në Puk, në Komsiqen, ato vende, ato zona ka shërbyer si familjar për shumë pak, dhe atje në për dokumentet del se ka hapur dhe shkollën shqipe në Puk në vitin 1902, në kohën atë kur shkolla ishte ndaluar, shkollat ishin, si themi, të anatemume nga Perandoria Osmane. Pastaj ka shërbyer në dajt e Zadrimës, por edhe aty është marrë me ndërtime të objektit të kishës, dhe pastaj gjithkohë ka kalu faktikisht tu në qendrën, këtu ku jemi në qendrën e Tina, dhe nga këtu ai faktikisht ka bërë aktivitetet e tjera, qoftë nëpër Evropë, qoftë në fushën, po themi, edhe të politikës, sepse ai ka qenë deputet bashkë me poetin Ndërmjeda, kanë qenë deputet nga vitin 1920 dhe 24, dhe kanë qenë komisione ku sjell ligje të ndryshme, komisione ku dashte të promovohet kultura e Ndërmjeda, kështu që gjitha këto lëvizjet e tira normalisht nuk mund të po themi të ngritin ndonjë objekt në vend ku ka lëviz, po sidoqoftë kjo qendra është dhe mandej është mjaftueshme që botohen vepra për të, ribotohen poezitë e tina, përkthimet e tij që i ka bën atë periudhë, dhe për të dhe për të tjerë, dhe kjo mund të jetë një frymëzim se faktikisht për poetë të tjerë, shkrimtarët e tjerë nuk kemi kësi qendre. Dhe kjo është edhe mjaftueshme, po themi që kjo është bën një e kompletume, dhe pastaj normalisht mund të ketë edhe piketimet e tjera, dhe siç disa dëshojnë me quajt me shtigjet të tjera, mund të ngritin nga diçka, mund të ngritin. Për shembull, është aktuale dhe është hala për folun shtigjet e atë Gjergjfisht, për shembull, sa ai ka vepruar si rregulltar në disa vende andaj këtej, ose për një poet tjetër. Pse janë të pranueshme këto dhe disa preferojnë që të quhen shtigjet, domethënë nga çdo vend në çdo vend ku ka punuar poeti ose po themi shkrimtari ose përkthyesi ose ndonjë adhetar, të ngritin nga një pllak përkujtimore, nga një simbol që përkujtojnë se ai person këtu ishte, ka vepruar. Pse jo, mund të bëhet në të ardhmen dhe për Ndërmjetën, por tani për tani besoj që është kjo qendra nga e cila po them njerëzit frymëzohen dhe mund të marrin, po themi, një frymëzim për të ardhmen me bane gjëra të kësaj natyre, pra me quajt shtigjet e poetit Ndërmjeda. Shumë mirë. Dhe për së fundmi, a mendoni se duhet bërë më shumë për të promovuar dhe nderuar figurën e Mjedës? Ma shumë gjithherë ka hapësinë për të punuar për këto figura, sepse funit këto figura kanë përfunduar jetën e vetë toksore, por ne kemi nevojë për ta. Jo se kanë nevojë ata për lavdin tonë, për të lavduar, për të himnizuar, nështë për të thuar lavde edhe nështë në mënyrë folklorike, si që dim për shumë personat të së kalumes, por ne kemi nevojë për ta dhe faktikisht të janë figura janë pikante që janë vume si piketimet e po themi një kështjellet e madhe dhe po një piketim në asaj kështjelle nuk u vu mirë, nuk vendoset mirë, nuk kultivohet mirë, nuk studiohet mirë, nuk promovohet si duhet, atëherë normalisht se shumë gjëra çalon dhe në këtë aspekt e shoh dhe
dhe kombin si të tillë. Dhe po nuk u studiu mjeda, po nuk u studiu po themi edhe atë Gjergj Fishta ose poetë të tjerë që i kemi Anton Arapin ose për shembull ose kemi ose Naimin ose Azdrejn dhe të tjerë ose Lashgushin, Pogradec në zonën anej. Po si kemi këto figura ose po nuk u morëm me këto dhe me studiu edhe ma tepër, me promovu edhe ma tepër, atëherë do na çalon ne shumë çka si komb. Do na hakmerrën neve këto figura nëse nuk i përdorim për të mirën e kombit, sepse sidomos sot që është koha e globalizmit, kur kombet të vogla në kuptimin e numrit, por ne jemi si komb, në pranojnë dhe të tjerë, sidomos studiuesit turq, që ka herë baj humor me ta, thonë ju jeni populli ndër popujt më të vjetër në Ballkan. Atëherë nëse ata na pranojnë dhe patjetër dhe tjerë të studiuesve të tjerë, atëherë faktikisht ne jemi në rrezik me këtë numër që jemi në rrezik atëherë në globalizëm që të na merr ujë e detit na merr. Kështu që në këtë drejtim është mirë që këto figura, ky dhe shumë figura të tjera, siç i kemi edhe rastin e Martin Camit, që i kemi për shembull që ka qenë një poet i Mërgimit e tjera, kemi nevojë që na kemi nevojë për ta që t'i kultivojmë, t'i studiojmë, t'i promovojmë dhe brezave të ri t'ja japim t'ja servojmë sa më mirë që të mundën që të bëhet pjesë e jetës së tyre për ta ruajtur gjuhën dhe kombin. Do të thoja që Neri Mjeta është nga ato shkrimtarët e rrallë që nuk ndodh rëndom, që gjithherë e ka kapërcyer shekullin e vet dhe sot më shumë se kurrë për trajtesat dhe motivet në letërsinë për fëmijë dhe konkretisht tek poezia, ai metet më shumë se kurrë aktual. Nëpër vite Mjedin e ka studiu Rinush Idrizi, një studius, e ka studiuar dhe ka bërë një serial vëllimesh studiusi Mentor Quku. Interesant është dy botimet e botuesit Frano Kulli, që e sjellin Mjedin dhe konkretisht poezinë e tij në identitetin, në embrionin e vet fillestar. Ndërsa ai që po jep sot e kësaj dite shpirt dhe jetesë, do thonim, është Dominika. Atëherë Neri Mjeta, siç e quajnë, është klasiku i fundit, i një poezie me dimensione dhe njëkohësisht me një gegnishte të amël të kombimit të zanit të tij. Ashtu siç thotë studiuesi Sabri Hamiti, është një obligim i dyfisht ta lexojmë Mjedin, ta studiojmë Mjedin, sepse mesazhet e tij përmes vjershave, do të thonim, janë më aktuale se kurrë. Çfarë dhënë zai në krijimtarinë e përgjithshme të letërsisë shqipe? Atëherë do të thoshim Mjeda është një nga figurat e ndritura dhe kryesore të kësaj letërsie. Detyrimisht është i përfaqësuar dhe në lektyrën shkollore, por unë do thosha duhet zajnë vend edhe më shumë për tematikën e tij. Atëherë poezia e tij ka disa tipare, të cilat janë shumë të rëndësishme. Një pjesë janë studiu, mendoj që një pjesë duhet të thellohen pak më tej. Por, përgjithsisht tek letërsia për fëmijë mungojnë edhe studiuesit edhe kritika leterare, kështu që zakonisht do ta bëjnë poetet me sa duket këtë punë. Mjeda, sipas meje, ishte një njeri që unë rrallë e kam parë në letërsinë shqipe për fëmijë, që një klerik t'jetë mësues, t'jetë edukator, t'jetë prind, dhe t'jetë shumë i dashur me fëmijët, që zakonisht ai quhen carok, që ju fali shumë dashuri
në krijimet e tij për këtë botë, e njohu këtë botë jashtëzakonisht mirë, njohu dëshirat, lojrat dhe ëndrat e tyre. Dhe tematika e tij mbështetet në disa dukuri. Mjeda ishte kundër vesit, pra ai nuk pranonte rënien me një lehtësinë, atë që quante mos i bjerë shoqit, pra mos e ngacmo dhe mos e fyj shokun, po të kesh miqësi, dhe nga këto ai ka krijuar poezit jashtëzakonisht bukura, të cilat unë do të thoja që krahas mesazheve janë disa poezi që Mjeda, veçanërisht kur thot Neroni pleqt, që për mu është aktuale dhe sot e kësaj dite, dhe e dyta, ka për figurën e nanës, po e them tani geglisht që Mjeda, që për mu është një pikturë e gjallë, është thelbi i krimtarisë së Mjedës, por dhe thelbi i kësaj poezie. Mjeda ishte një pejzazhist shumë i mirë, do të thonim, në strukturën e poezive të tij, çdo detaj është funksional dhe ka një nga ana estetike, ka një harmoni. Kështu ndodh tek poezia Agimi, kështu ndodh tek poezia Zamaku, tek Vjollca, tek të nisunit e zogjve të parë e me radhë. E treta, Mjeda është autor nga të rallët që e ka njohur mirë pozodinë shqiptare, dhe e dyta dhe theksin tonik dhe theksin logjik të poezisë. Do të thot, me pak fjalë, që nuk ka një rrokje më shumë, pra është mjeshtër, dhe elementi i ritmit dhe elementi i muzikalitetit tingëllojnë kaq bukur përmes gjuhës gege, të cilët ai e përdori si askush tjetër në letërsinë tonë, dhe konkretisht në letërsinë për fëmijë, të cilën gjithë talentin e tij, gjithë madhështinë e tij ju dha këtyre fëmijëve, duke menduar që këto janë e ardhmja e vendit. A mendoni se figura e tij është ndriçuar dhe nderuar aq sa duhet? Unë mendoj që jo. Dhe më thënë, unë kam bërë disa shkrime, sa do pak, po si ka thënë, ai moshi me një lule nuk vjen pranvera, kërkohen edhe lule të tjera. Unë do të thoja që kontributet e Mjedës, jo vetëm tek poezia, por dhe të tekstet shkollore, të librat e këndimit, shfaqet një tipar tjetër, një dimension tjetër i figurës së tij, të cilat themi që paraqesin artin e tij prej edukatori dhe mësuesi. Ana tjetër që mendoj, dhe ky është një problem që ende dhe sot e kësaj dite nuk po zgjidhet, është një raport mes poezive të Anton Zanonit dhe Ndri Mjedës. Është e udhës, janë shumë poezi që nuk janë saktësuar kush janë autorët. Është e udhës, do të thoja unë, këtë ja kam thënë edhe botuesit Franokulli, që të shkoni në arkivin e shtetit dhe të merrni dosjen e Anton Zanonit. Dhe aty brenda atyre faqeve, ai ka të përcaktuar poezitë e tij, ndërsa poezitë e tjera i takojnë Mjedës. Dhe do të thosha që kështu ne nuk bëjmë asgjë tjetër, vetëm i rrisim madhështinë dhe hapësirat këtij njeriut që sakrifikoi gjithçka, dhe kur themi sakrifikim, e gjithë bota në mes tjerave dhe shpirti i tij ishte tek fëmia. Dhe fëmin ai e kishte adhurim dhe bekim prej Zotit. Dhe pikërisht për mu, thash, është nga të rallët, unë e kam debulesë
në studimet e mia edhe në veshtrimet e mia aq sa mund të shikoj, detyrimisht edhe në të ardhmen unë do të studioj këtë figurë, krahas figurave tjera, po me që po flasim për te, sepse realisht ja kemi borç për sakrificat edhe për pasunin letrare që ai na la ne, edhe do t'ju lajmë brenzave me radhë, duke mos humbur identitetin shqiptar dhe emrin e bukur shqiptar. A mund të na flisni pak edhe rreth aktiviteteve të përgjithshëm që bëhen në Kukël, pra në ditët e mjedës, dhe çfarë aktivitetesh zhvillohen me nxënësit dhe rëndësinë e këtyre aktiviteteve sigurisht? Unë e përmenda dhe në fillim. Njeriu që i ka dhënë jetë, e jetëson, e shpirtëzon është Dominika. Ai muze atje është një përmendore e gjallë që në çdo moment ju flet vizitorëve, i flet kohës, u flet studiuesve, u flet shkrimtarëve për një njeri që ka ekzistuar dhe ka lënë një pasuni të madhe. Është pasuni që duhet shfletuar dhe duhet studiuar. Detyrimisht, edhe vizitat që bëjnë nxënësit e moshave të ndryshme, edhe si fëmijët, dhe më thënë, parashkolloret, shkollaret e vegjël, të mesëm e me radhë, është një njohje pavarësisht që është jo e thelluar, por është bukur në një muze që e ka ngrit me shumë sakrifica, edhe për këtë unë e falënderoj shumë Dominikën, që i ka dhënë pavdeksin mjedës, por nga ana tjetër elementi i komunikimit do të thotë që shkrimtari jeton, nuk ka vdek. Nuk e mulon pluhuri. Muzeu është i tillë, aktivitetet që i kanë dyert e hapura për fëmijët janë të tillë, dhe tani meten që mësuesit të jenë Ciceron të kësaj madhështie, të këtij aktiviteti, të këtij rrugtimi që ka bërë mjeda për të dhënë, për të na lënë trashëgim poezinë e tij, një poezi të këndshme dhe përgjithsisht lirike, me fabul dhe me subjekt. Brezat që po rriten, a mendon se janë shumë të interesuar që ta njohin akoma më mirë dhe më afër veprën e Endre Mjedës? Me thënë, jo, nuk më takon mua ta them, por që jam pak i dëshpëruar këtë aspekt, them që po. Është masa e nevojshme. Dhe pse e them këtë? Sepse në librat e leximit letrar dhe në lektyrën shkollore nuk ka zënë vendin e merituar. Dhe kjo, unë nuk e di për arsye të kësaj nërthojza harrese, por me sa duket nuk është studiu mirë dhe nuk po e studiojnë mirë. Po ta studiojnë, do të shohim sa gur dhe sa gjevahirade ka brenda, e sa relike të çmueshme ka brenda mjeda me botën e tij që i ka dhënë pa kursim, i ka dhënë pa asnjë lloj kompromisit dhe i ka dhënë vetëm me talentin edhe me atë që i ka falë Zoti. Pra, ai kishte ardhur i bekuar prej Zotit për të dhënë Shqipërisë dhe fëmijëve pikërisht këto vlera që nuk mund të tjetërsohen. As nuk mund të mbulohen, as nuk mund të plonosen. Detyra jonë, se pastaj do të pëndohemi një ditë duke harru madhështinë e njerëzve që na kanë dhënë dritë në rrugën tonë. Në fund, ndoshta mesazhi më i bukur që mund të marrim nga Endre Mjeda është ky. Të duam gjuhën tonë, ta ruajmë dhe ta pasurojmë atë, sepse në të jeton shpirti i një kombi. Të mos harrojmë rrënjët tona dhe të ecim përpara me dinjitet, ashtu siç ai bëri vetë gjatë gjithë jetës së tij. Le të mbetet kjo kujtesë jo vetëm një ndërim për një figurë të madhe, por edhe një frymëzim për secilin prej nesh, të ndërtojmë, të krijojmë
dhe të ruajmë atë që është më shtrenjtë për ne, identitetin ton. Sepse, në fund të fundit, siç na mëson edhe vepra e tij, një komb jeton përmes gjuhës, kujtesës dhe dashurisë për njëri tjetrin.